Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, çdo njeri, çdo sen të në trup smuhet, smuni ka. Edhe Allah xhalla shanuhu ku e ka zbrit smunjen, bashkë me to ka zbrit edhe shërimin. E lyp një shërimin smujës. E ku e godit shërimin smujën, bëhat shifat, mjekohet me izëm të Zotit. Me qënë se unë jam sot një dhamë me ndreq këtu të doktor Diamanti, dhe shtë më budim pak edhe kështu çuditërisht për dhamën. Jo të më për aspektit higjenik, për për aspektit higjenik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë, mës të ishte vështërsu lamja e dhambë, do t'i urdhërojsha umetin me i la dhambët për çdo namaz. Do më thënë 5 herë lyp me i la dhambët. Pse? Çka në sekreti këtu? Sepse muslimani me melaqa është ku falet. Nuk guxon muslimanit me ardhë asira dohan, asira keqa, asira gojë, asira dhamë, nga se melaqet gërditen, neveriten, prej njëta gjërave që neveritet njeri. Kër e qelë njeri gojen edhe i kalë dhëmët pala, ti neveritesh, gërditesh, me të afruën nga pëse në familje, jo të ja gërditet, ose ti prej familjes, të ndër gërditesh. Radej, prej pejgamberit është, ka vdek pejgamberi, ka vdek Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, me 3 porosi finale të fundit. Një prej tyne, Ikrama ibn Abi Bekri ka ardhë, me misfak dhëmbë, pejgamberi nuk e ka shikuar ftyrën ata, po e ka shikuar në dorë. Ikrami ka thonë brushën, ka thonë, Kenya, porosi sjelljet mirën ndaj grave në 2, edhe e treta, namazin me xhamat, kadali ka këshirë edhe njëherë një astyri. Edhe ka në finalja, vdekje ka, këgjone. Ndërton ke edhe dhamët. Për dhamët është interesant, është të ta pyeti unë doktor në pak fjalë, puna dhamëve, nga çka përbohat kjo dhamë që për qëndrën 70 vjetë, 80 vjetë. Baba jam 90 vjetë, ka vdek dhamë, jo e ka pas. Nga çka përbohat dhami, pak fjalë që ta dim këtë begatipi Allahit që kemi. Doktor, për në. Struktura e dhamit është përbërma nga 3 pjesë. Ka pjesën e zmatit, pjesa e dentines, që është edhe pjesa e cementit. Po edhe dhami si çdo organ tjetër e ka nervin e vet, arterien e vet edhe venin e vet që i shkojnë bashkarisht edhe japin ushqim dhamit. Është struktura më e fortë në trupin e njeriu. Edhe pse mendojnë që eshnat janë më të fortë, nuk janë më të fortë. Dhami është më i fortë se të gjitha. Për çfarë arsye njeriu vetë konsiderohet si shkaktari i prishjes së dhamit. Nëse një njeri lan normalisht dhamë dhe merr këshillat e duhura, ajo është çaq strukturë e fortë që dhami domethënë shkon shumë vjet edhe nuk ka mundësi mu tentuar. Përpos nëse është edhe një smundje tjetër edhe mishi të dhëmbëve, e cila ka të bëjë me paradontopatini, dhe ajo shtetësi i dhëmbëve që është prishur, është një smundje tjetër. Te këta disa persona që shfaqet edhe shumë shpejt me arderi të ramja e dhëmbëve, përndër që nëse është një strukturë shnorë, dhëmbja qaq i fortë që i reziston gjithë ato kafshime, i bën gjithë ato gjërat forta, edhe struktura më e fortë në organizmin e njeriut. Dhami ata shije që e kërkon shije. Nga shije nuk ka shijen, po e ka gjuha. Domethënë secila pjesë e gjuhës e ka shijen e vet, domethënë. Për çfarë arsye edhe gjatë mjekimit të dhomës kemi kujdes mos m'ia lënduar nervat e gjuhës. Se ndodh që me pas mi lënduar nervin e gjuhës, edhe e pjesë gjuhës mos me ndi as shije, mos me pas ndjesi ose lëndimin e buzës. Ka nervin cili mund me lënduar gjatë punës ose më lënduar dhe njëri mund non-stop me kafshu buzën. Dhami çfarë përbërje ka nëse shkencëtarisht në studime? Po kalciumi është pjesa më e fortë e dhomit, pjesën më të madhe, atë smatin e dhomit që e bën kalciumi është,
pastaj pjesa inorganike e dhomit, pjesa e jashtme ka më shumë, pastaj pjesët tjera fillojnë më pjesë organike me pas, cilat janë më të bukta. Për çfarë arsye, nëse prishet struktura i ergoni i dhomit, që është si zmalti, atëherë struktura tjera për një kohë shumë të shkurtë, domethënë prisën. Për çfarë arsye rekomandohet domethënë ushqimet që janë me kalcium, domethënë rekomandohet sidomos te fëmijët kur janë në fazën e zhvillimit, domethënë janë shumë të rëndësishme. Shikoni vëllezër dhe këtë kush po dam diçti. Allahu në Kur'an po na thot: "Wa fi anfusikum afala tubsirun", dhe në trupat e juaj. As po shikoni, po nuk po thot afala tanzurun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Basar me shiku, me studim. Një lukt kemi. Me hangër buk, të rjetën buk, me gjizë, ose me djathë. Thjesht me hangër. Lukthi prej që aty hytë, që ka kam randa në trup, doktor të di, unë hoxha se di. Mirë po di shka me thonë, për juve, edhe për veti. Njëjtën buk e hasht 20 vjetë, ose 10-15 vjetë, deri sa të kompletohet trupi fiziku i njerit. Prej qasaj bukët të thjesht që e ka hangër 15 vjetë, si kur kemi hangër rana, kemi hangër 3 bukë thjesht, kemi hangër mish në pëmët i kemi pas njëherë në dimën e mishin veç 2 herë për bajrame, jo si tash. Kemi hangër thjesht, u karalleki, si kur që vanë gjithë bota thjesht. Prej qasaj bëhen këto elementet e dhomit, prej qasaj thjeshtës. Ku e merë dhomi këtë? Për cilës xherore e nxirr. Syni, langun e njëllët, nga nxirr. Gjuha, lagështin e ambël, nga nxirr. Qyra, langun për me mojet, ka nxirr. Veshi, ato që ka si dyll, nga nxirr. Kretë këto 360 lyje, ka thonë pejgamberi, i ka trupi njerit, 360 Resulullahi ka thonë, po unë jo, edhe më siguri ma shumë s'ka, 360 lyje trupit njerit, që unë si hoqë për ju kalzoj edhe në anatomi njerit, se cili organ ka, si i thënë ati vojt trash. Ka funksionin që i kryjnë dhe me thonë njëje si materiale që i planë. Edhe atë vojnë e trash, si i thëmë në maslin, Ndyrën e vret, as mund të ngërës trupi s'banë, dhe atë unoza gjithë të kishtë, gjithë të këthyme. As po shikonin trupin e uja. Ja Rabi, vetëm në hund, një prej doktorëve po spikon, mashallah, hunda kërë ngre ajri, me vëmendje dëgjone që do. Trupi e donë 37 temperaturën e ajrit, apo jo? E në Siberi, sa griaca do të mjavu hundës, në zemse, për me të shëndrurë mranda sekundit me qullu prej minus 37. Shumë griaca të Shumë zemse do të më pas. Qëka aje din? Por në vendet e nëzeta, në 55 temperaturat, sa mjalëshu ventilat e lëshorë në klimat, mjalëshu si në Arabien Saudite, si në Irak, kur bëhet 55 arri, në shkretinat e Saudis më rinë 57 temperaturat. Unë vetë kom përjetu 50 temperaturat në Arabia. Sa i duhet mjalëshu hundës këtu, për me e zbut prej në 35, me klimatizu, me bo 37 këtu. Këto ma ka vërtetuar çuditërisht për 7-8 viteve, më ka ardhur një inxhinier, edhe pilot, edhe inxhinier i teknologjisë e aviacionit dhe Arabies Saudite. Edhe kur më ardhi këtu, kërkon të spopin ujë të ftoftë. Ujë ambienti spopin atë shupin qeshmës. Në verë kemi qenë. Në verë, në 7 muaj. Ku ta qeme që unë në vërmic me dha një peshka. Ujë në natyrës, naturalis. Ujë ambienti që Ujë ambienti, që së është frisë. Ti ftoftë. Të frigoriferit i ftoftë.
Çfarë ujë me burë me tonë të japë, do në qajnë me të ujtë. I tha ati, bjere qajnë, dvalume, edhe ja qiti ujnë, e bani diku temperaturën në kanë 37. Thash, pse që kja? Na prej studimeve që kemi bën kur dalim nga Lëktik nalt me fluturime, edhe si inxhinier edhe si pilot, që të lloj uji e pim për mos me dëmtuar organizmin që e don trupi. Prandaj për fund edhe për haja edhe për pije, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, trupit tënd i ki hak. Trupit tënd i ki hak. Fa a'ti li kulli haqqin haqqa. Çdo sendi, çdo elementi të trup që e kije, jepje hakut. Aja hak është si syve, si goje, si veshve, si Allahu Ekber, lillahi alhamd. E falenderojmë edhe doktorin, tash inshallah aty të jema shumë inshallah. Inshallah. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.